Një aksident në hyrje të qytetit të Shkodrës ka krijuar trafik të rënduar dhe radhë të gjata. Me 10 mjete motorike që vijnë nga dogana Muriçani drejt Shkodrës janë bllokuar në aksin nacional Shkodër-Muriçan apo dhe në urën e re të Bunës dhe në hyrje të qytetit. Është dashur që shoferët të presin për rreth 30 minuta derisa situata është normalizuar dhe trafiku është liruar. Pjesa më e madhe e makinave ishin turistë të huaj, por edhe shtetas shqiptar që jetojnë në vende të ndryshme të Europës. Një prej tyre që vinte nga Gjermania shpreh shqetësimin e tij për këtë situatë që u krijua dhe tregon se kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Deri tani kam bërë 1600 kilometra. Edhe s'kam pas sakrificë, domethënë probleme si këtu në Shqipëri. Sa po hyn doganën tonë, probleme vazhdojnë domethënë, edhe s'po përfundojnë problemet. Është për të ardhur keq domethënë, vim në shtetin tonë edhe të heqim kështu pa ndriçim rruga, pa vezime, është për të ardhur turp për edhe. Ne kemi po trafiku? Po trafiku shikojë vetë domethënë, flet vetë domethënë çështja. Ne kemi miq atje që duam t'i bim t'i sjellim në Shqipëri, por na vjen turp t'i sjellim, e kupton? Është për të ardhur keq. Shpeshherë në rastet kur ka aksidente të ndryshme, rrugët e Shkodrës edhe ato me rëndësi kombëtare bllokohen nga trafiku i rënduar. Shoferët nuk njoftohen për atë çfarë ndodh dhe shumë prej tyre nuk e dinë se sa duhet të presin në trafik dhe se për cilën arsye bllokohen me radhë të gjata.